Dakor. Ne qim me aktualitetin të shi, pavarësisht se nuk në takoj shumë, se nuk jemi të përfshirë, domethënë. Pastaj për ta nisur të çështja unë mendoj se është e nevojshme edhe në qoftë se s'duket edhe në kohët e sotshme është domosdoshme për të thënë që ne nuk jemi femra. Edhe as nuk identifikohemi si femra. Nuk duam të ndryshojmë asnjë gjë, thjesht duam të trajtojmë thjesht në fillimin e këtij podcasti pak aktualitetin tonë, gjërat që mundohen. Kjo pjesa për shembull e përdhunimit që ishte tani. Kjo gjë nga gjërat më të ndyra që mund të ndodhin, se normal, po ta menosh po e marrin personale më vëlla se faktikisht tash çdo njeri preket normalisht në gjërat personale. Të kem nesër pas nesër i gocun 15 vjeç, 14 vjeç, ta përdhunojnë 4-5 veta, siç ishte ky rasti. Se unë se di shumë, do isha çmend. Çfarë do kërkoshe me bë vetë gjyqësi. Do kishe dal çdo gjëje. Po që ideja është tani si më ndryshu dhe unë me këto protestat, unë jam shumë dakord, isha shumë pro pjesës, kapën zorën fotot aty në të pestëve, i shpërndan në Instagram, shpërndan Facebook, jam dakord se kjo i vret shqiptarët, ha. Nesër pas nesër një që do kry përdhunime, friksohet nga kjo gjë, se kjo i vret shqiptarët. Më shumë se sa me i fut, më shumë se sa me i fut në burg, është pjesa më doli mu emri, më doli figura, ndyva vetën, familjen, kështu, dakord jam shumë, absolutisht. Problemin unë kam vetëm të pjesa, këto që janë showbiz, sidomos gjinia femërore. Po si merresh ti me këtë punë vetëm kur ndodh dhe 3 ditë mas i ndodh. Ndodhi vjet dhe 3 ditë mas i ndodhi ishte nami. Bu. Po si nuk doli një, ti je aktiviste e përhershme për këtë gjë. Të shfrytëzosh atë postin të atë influencën që ke ti. Jeti pjesë e showbizit, jeti e diell, është ajo dojna për shembull. Ke influencë, absolutisht, të ndjekin njerëz të kështu. Merru gjithë vitin, merru rregullisht me këtë gjë. Bëu palë me një shoqat me një gjë, merru rregullisht, postoje rregullisht. Jo vetëm kur ndodh. Si që ka kjo punë, kështu ndodh, 2 ditë mbrapa se ndodhi, bëu gjëmën ti. Edhe pastaj marroj, edhe kur të ndodhi prap, mos i viti po, edhe 2 ditë mbrapa pastaj. Kjo është që s'm pëlqen. Di kush e bën më shumë kritikë këtë çështje ndaku se pavarësisht gjitha këtyre kësaj nuk është rasti i parë kjo. Edhe fatkeqësisht nuk ka përcjell as i fundit. Nuk të dynjaj ato. Çfarë i bën? Dakor. Ata persona që janë kancer kanë përcjell. Thjesht do nxjerrin kokën në një moment tjetër. Ideja është tash që vërtet, domethënë që ka të drejtë çdo lloj individi për mendimin tim që mendon të njëjtën gjë, që nuk ka pasur asnjë lloj ndryshimi në politikë. Në politikë nuk po e marr pjesën e DPS në që implementohen, po. Ti nuk ke një nga këto persona që the ti që kanë edhe një audiencë të largët. Jo vetëm që nuk ka shtrajtuar kjo siç e the ti, po këto nuk kanë bërë asnjë lobbying, domethënë të disa XY politikanë, megjithëse ne nuk kemi nevojë për politikanë e femra, kemi pasur mjaftueshëm. Nuk ka pasur asnjë lloj tani një lloj bashkësie, një lloj skuadre që të jetë futur një politikane ti thoj që ne na duhet një ligj i ri, një reformim i ri. Na duhet merret i ndashte ndeshkueshmëria, ndashte parandalimi. E kupton? Ajo është. Aty jemi të dy në të njëjtën mënyrë, që e gjitha është te parandalimi, nuk është tek ajo. Ajo kur ndodhen mbrapa nuk ka si ndodhin ndryshe përveç se dënimi. E kupton? Ajo është e qartë. Nuk hidhet atje leku, i hidhet gjithmonë në parandalim. Po të erdhi e keqja kur thon hapi der. Ideja është. Ja të nove ti atë. S'është aty po jo. Larg qoftë në tjetrin në sipas i ndodh një robi që ke ti të afër. Ndihmë për atë pjesën me atë që thoj ti. Po ta kthesh personale, kalon vetë gjyqësi më shpirtin. Kshu jemi tani kështu ndodh në Shqipëri. Atmosfera toksike e asaj që niset ti me këto pjesët që kanë audiencë gjitha nuk qëndron vetëm aty.
një lloj gazetare ose prezantuese, domethënë që unë personalisht kam diku të 3-4 vite pa e parë në ekrane apo kështu, domethënë kishte dalë mbasi kishte ndodhur kjo. Edhe ajo titulli ishte Më përdonuan vajzë. Edhe unë shkreti kështu, e kupton, boj pas kam përdonuar, pas ka qenë vajzë e kësaj. E kupton? U futa on tu e lexua atje, domethënë gjitha thoshte, më përdonuan vajzën, fillova të qaja, pastaj shkova te dhoma, pash vajzën nuk e fjetur dhe fillova të qaja. Nuk e kisha fjalën për vajzën time, po sigurisht e vajza ime. I thash në veten time, po si mund të jetë robi aq toksik sa edhe në këtë lloj për këtë temë që është kaq shumë sensitive, e arritet ta gjejë një mënyrë që ta ktheje për veten tënde. E arritet një mënyrë që ai më shikoni dhe mua, edhe unë ndihem keq për këtë gjë. Tani ndihuni dhe ju keq, unë po ndihem keq për këtë gjë. Po s'është për ty, më zonj. Është për robin që e ka vuajtur. Absolutisht. Po prindrit e vet. Dhe ti ke platformë o pler. Ti mund t'i arrish. Qysh më arritë mua, doja unë se e hëngra clickbaitin, do arrish dhe rotë të tjerë. Po ata prindër që për atë realitet, për atë realitet morali që kemi në Shqipëri, ata nuk i shkretin të tyre, jo vetëm që i dhëmb fëmia e tyre, po ata i është nxirr faqa dhe vet. Pavarësisht se në këtë rasti ti nxjerrët faqa atyre të bën çfarë duan, është vajza që e vuan në shumë atë. Kupton? Gjithsesi me atë lloj mentaliteti që është, domethënë ata e vuajnë. Të lutem shumë tash, si mund të dalësh ti tani ta kthesh diçka kaq shumë sensitive, një tragjedi, domethënë ta kthesh fiks për veten tënde. Po pra. E gjetë ti, pritet ti të vinte ajo pika e çezmës te ty që të thojë ti fjalë. Dole ta pothuajse të ajo që thash unë, që gjithçka kjo gjë bëhet, e di pse bëhet kjo gjë. Bëhet se është trendi i momentit. Sado keq që tingëllon këto janë fatkeqësisht po, këtë drejt. Është trendi i momentit, janë tipe që në momentin që është trend Palestina dhe Izraeli, fillojnë vërshojnë, as nuk e din historinë, as nuk e din konfliktin, as nuk e din anën politike si qysh tek funksionon, dhe dalin Free Palestina kështu. Momentin ndodh kjo gjë, e shohin që popullsia është i ka kthy syt te kjo gjë, ngrehen për këtë gjë. Ja, vajza ime, sikur të ishte. Po gjatë gjithë vitit ku vajte ti? Unë s'po them që të gjithë, o zemra. Unë po them paktën një person. Ti ke Leo DiCaprio, marrim rastin. Po. Ka influencë. E dëgjojnë kudo. Megalodon. Është fokusu te pjesa e mbrojtjes natyrës. Po nuk është fokusu ai vetëm kur ndodh ndonjë skandal. Po ti hapësh faqen në Instagramit DiCaprios, çdo ditë poston, aq sa arriti postoj për Shqipërinë. Domethënë ai është tërkon e ka investuar atë pjesë, atë influencë që ka, kjo gjë e prek atë. Shumë bukur, kjo është kauza e tij. Ama fokusohet te kjo kauzë. Po si nuk doli një nga këto showbizit, që të fokusohet 100% te kjo kauzë. Jo vetëm kur kjo kauzë bëhet trend, jo vetëm kur e merr vesh gjithë Tirana. Jo vetëm kur për shkak të trendit do marrësh klikime dhe do jesh epiqendër. Jo vetëm atëherë, po dhe kur fiket trendi. Atje duket se ti nuk ka mbaruar kjo çështje. Kjo çështje është aktuale. Edhe po jemi ne që do e mbyllim gojen, domethënë se u ezaurua nëpër media, do mbaroj. Jo, ajo është aty, është çështje kohe derisa të ndodhi prapë. Ignorancën nuk e vret dot vetëm me traditët e para. Jo, pra. Ignorancën do ta dakord. Tu jemi 100%. Luftosh jashtëzakonisht në çdo lloj pjese. Absolutisht. Unë po flas personalisht. Marrim rastin, mu më prek në Shqipëri gjë që se çdo njeri si është puna, çdo njeri preket, e thash që në fillim, tek interesat e vet. S'diskutohet. Në fillim, po. Aty nis gjithçka, vëlla, se marrim rastin e kena diskutuar kur ndodhi ajo e George Floydit në Amerikë. Absolutisht, njerëzit me ngjyrë të Amerikës do ngrehenin, do kërkonin duke bë protestat drejt në tyre. Kam pa një post që ju drejtonin Billie Eilish. Pse s'po poston? Domethënë donin të çonin vetë ai, ti pavarësisht se si e zez. Gjithsesi duhet të reagosh. Nis personale, pse? Në momentin që janë bombarduar njerëz në Irak, na kështu, nuk je ngrejt ti. Po. Ti si njeri me ngjyrë, nuk je ngrejt për
interesin e njerëzve që janë prek. Kupton absolutisht pak që ka pasur individ tek tu, po masa. Po shumë pak. Po absolutisht masa fillimit që ngrihet është ajo masë që preket nga kjo gjë. Po. Te rasti i përdhunimit të femrave, femrat janë ato që preken, kështu dhe absolutisht që ngrihen të parat. Normalisht. Dhe unë po marr rastin po flas për veten time. Unë për shembull në këtë moment prekem pse në Shqipëri kultura sportive është zero. Nuk ka fusha futbolli, nuk investohet në sport. Unë po të isha njeri me shumë djegës në Instagram për këtë çështje, nëse do prekte, me vërtet nuk e di jam prek shumë me thon drejtën, nuk është se nëse do ishte, parashtrim, nëse do ishte se unë me vërtet do isha i prek nga kjo gjë, i ndinjum nga kjo mungesë, unë do e përdorja platformën time, ku kam shumë djegës, po thuaj se çdo ditë për këtë gjë. Jo vetëm kur të plaste skandali. Do plaste i ditë skandali me FSHF-n, me fushat, dhe unë të dilja 3 ditë mbrapa skandalit, si u bën këto kështu, si ashtu, si kështu. Jo. Nëse më prek realisht, unë do merresha çdo ditë, se më prek. Tash, siç është rasti i njerëzve me ngjyrë, që absolutisht ke drejtën tate, po nuk mund të më imponohesh ti mua. Se kur kena vujt në shqiptarët, kur kanë vujt kosovarët, si e ngrit ti zotrote atje për të drejtat e kosovarëve që po bombardoheshin dhe po përdhunoheshin mas. Ta serëm çik të pjesën se shumica e këtyre fëmijëve tani që janë online thonë që ose Amerika na ka mbrojtur Kosovën. Ne pa Amerika si shtet e ka mbrojtur Kosovën. Si shtet më vëlla. Një individ amerikan as nuk e di ku është. Absolutisht. Tani të lutem shumë. Dhe unë nuk jam po ta them dhe herë, nuk jam kundra kësaj. Absolutisht, njeriu i parë, ai që ka interes direkt, ai do preket dhe ai do ngrihet. Unë nuk kërkoj për mu që vuj unë racizmin bilafin, unë se kam vujt tek tu në ca raste që kam vujt racizmin në Gjermani, ti kërkoj tani Amerikanëve me ngjyrë, pse nuk ngrihesh ti për mu? Sepse unë jam i shtypur. Po. Pastaj thonë ata, po jo se ju jeni gjatë bardh. Po. Kjo është temë që ne nuk duam ta pikërisht, kalojmë tek pjesa që si grupi i parë i interesit është ai që preket. Rikthehemi te shoqëria. Nëse të intereson me vërtet, femrave në Shqipëri këtyre showbizit, përdore zonjë dashur platformën tënde për të influencu, të ketë një zë, sa ndiqet, sa nuk ndiqet, sa ka efekt, sa s'ka efekt është pjesë tjetër, ama përdore rregullisht. Jeni 100 të famshme, unë s'po them të 100-ta, po të paktën 2 nga 100, sikur 2 nga 100 duhet të ketë që me këtë çështje të merren rregullisht. A pretendoni që keni kreativitet? Maroj. Thjesht përdorin kreativitetin për një kauz, kupton? Forse një individ për shembull nga këta biliona që dëgjojnë këto, do thojë që ore ja edhe ju, domethënë flisin, domethënë pse I thoni vetëm tyre, po ne flasim, kupton, po është pak jo e drejtë domethënë që pikërisht ne të flasim. Do sepse ne vëlla vërtet vetë gjë ku më prek mua më prek kur ka mbaruar gjendja, kupton? Mua kur ka mbaruar e gjithë situata atëherë më prek, më që thonë sa gjithë meshkujt janë plera. Aty fillova më që involvohen vet. Unë nuk kam motër për shembull, e kupton? Po pikërisht po. Edhe unë s'mund ta kuptoj këtë. Po. Po kjo nuk do të thotë që unë nuk sensibilizohem. Jo, absolutisht. Atë se diskutohet. E kupton? Ti si e nisëm bisedën. Po sikur ti ishte, got, absolutisht që është I gjestë që kështu. Po direkt mu me thon drejtën tani nuk është se më prek kaq shumë vëlla. Nuk është se më ndikon kaq shumë. Ty që të ndikon, bravo të qof, po ti merru me këtë çështje. Po pra, këtu do të dalë. Ti merru dhe ki mbështetjen time. Po. Jo të merrem unë. Që unë nuk kam asnjë që në dalë. Absolutisht, po. Pjesa që duhet dalë unë domethënë është kur të kesh ti kur të kesh ti X gjë që të prek ty dhe do merresh ti, do kesh mbështetjen e asaj. Kështu funksionon shoqëria. Po. Dhe ja ku u zgjidhen, u sensibilizon njerëzit për probleme. Zgjidhen ashtu. Çu zgjidhet? Normalisht. A kupton, kur unë të preken direkt nga diçka, do dal unë, po do flas për ditë. Do merrem unë rregullisht me atë gjë. Çdo ushtri ka një general apo. Kupton? Del generali aty thotë, kjo është çështja. Ju lutem për suport. Në qoftë se ajo çështje është e denjë për suport mbar publik, tani vetëm po të jesh kokra e ignorantit, edhe të jesh vëmje që mos ta mbështesh, kupton? Absolutisht. Se ti vërtet tani, më thënë s'kemi motra ashtu, po kemi kushurira fundi. Do kesh fëmijë nesër pas nesër. Nuk na prek direkt, po na prek indirekt. Prek si shoqëri prek në nuk ç'a lloj individi që jesh, përderisa ti jeton atë vend e nuk është asnjëherë 0% që të afektonte. Gjatë gjithë kohës I prekur ti. Si edhe nga opinioni publik. Doli ai plera që
kishte furnizuar ato që bëri akt terrorist në Francë, që ja kishte shitur armat ishte shqiptare. Ai shqiptari. Ta afekton ai. Absolutisht. Normalisht, aq më shumë ne që jemi këtej. Po që ne ku mundohemi që me bëjmë një shkollë, me bëjmë një punë që ta arrijmë të ndryshojmë, të ngrejmë çik figurën, domethënë dalim prap të njëjtat vëmje, domethënë që e ulim poshtë. Jo më krim brenda shoqërisë, që është një nga skandalet më të mëdha. Përveç këtyre domethënë që të futemi te një temë, shpresoj mos ndalemi gjatë kjo, domethënë se nxehet shpejt, domethënë nxehet jashtëzakonisht shumë shpejt, po unë mendoj që kam shumë mënyra të tjera për të arritur një lloj ndryshimi në shoqëri, ama kërkojnë një volum pune të nxjerrë një produkt. Njësoj siç janë 200 inxhiniera për shembull që projektojnë iPhone-in e ri, ashtu do të jenë dhe 20 vet që krijojnë një platformë të atill, një mesazh të aq mirë formuar sa çdo lloj personi, nga bujku deri tek CEO-ja e një kompanie, ta kuptoj që kjo është të mirë të shoqërisë. Dhe kjo vihet rreth nga mënyra se si protestojnë njerëzit. Unë mendoj që protestat janë të domosdoshme, të pashmangshme, nëse duan të ecin përpara, ama janë asnjë gjë nëse nuk ndiqen nga aktiviteti. Bravo, e ke thonë perfekt. Ti mund të dalësh. Protesta është hapi i parë shpirtit. Normalisht. Protesta hap rrugën. Normalisht. Dhe tani vazhdo. Si? Po ti në momentin që e shef që nuk ka më audiencë, mbaroi protesta, kalon dhe 2 ditë, se ajo në Amerikë paktën zgjati me muaj. Këtu 2 ditë. Ti do shofësh kur bëjmë podcastin tjetër, ne? Buçi 4, as do flitet më, as nuk e menaxhu më asnjë nga ato që dalin tani për këtë, të flasin më. Asnjë. Se cili do vazhdoj jetën e vet sikur si është prek asgjë. Ky është problemi. Ky është problemi i madh, më thënë ne e konstatuam, ideja është tash që me atë kapacitetin tonë për 25 vjeçari. Unë mendoj se jemi deri në një farpike, domethënë të një mendje, po prapë do të diskutoja prapë këtë çështje, domethënë që ku e shikon ti si individ? Or nëse do të merrte ty një Rama apo Basha apo XY pak rëndësi 4 të thoshte o zotri, ti do jesh në një post në marrëdhënie publiku apo drejtor kështu, ministër për X për gjë. Një funksion shoqëror nga politikat sociale. Çfarë do implementoje ti si individ për të shmangur dhe jo vetëm si individ fillon normalisht, pastaj me kapacitetin tënd shoqëror të tashëm, ne pas 10 viteve ne mund të jemi akoma ose 2 herë më të mirë se kaq ose 2 herë më ignorant se kaq, nuk e di asnjëherë. Me atë kapacitet që ke domethënë, po të bësh një gjë që ça do bësh ti Buçi për të ndryshuar situatën. Për këtë të përdhunimeve flasim për shkak. Këtu do e nisim e do vazhdojmë më vonë. Po mirë, tani flasim kështu, ha? Pa doreza, siç folim ne. Pa doreza folim gjithmonë. E para fare, aja fare që do bëja unë, pa nis me pjesën e edukimit, pa kështu, do propozoja i ligj vlla, aty të hapen bordelot. Aja. Ligj tamam vlla. Me ligj hap bordelot. Ka shumë njerëz që nuk janë të shfryrë seksualisht aty është problemi i madh, a kupton? Pse ka po bota, nuk janë budallëk. Pse janë budallëk këta në Gjermani që kanë bë? Jo. S'janë budallëk. Një njeri në momentin që ka nevoja seksuale, nuk ka mundësi ti arrin në rrugë normale, natyrore, shkon pagun me shërbimin. Shërbim. Edhe që është nga profesionet më të vjetra. Më të vjetra pra. Pa është shërbim pra. Është shërbim. Si qethesh ti dhe berberi? Qa boti në karantinë? Ishim karantinë? S'kishte berbera. Qethu vetë. Erdhi momenti që do qethesh vetë. Po do qethesh vetë. Përdhunon kokën është. Po, që përdhunon kokën tate. Dhe kjo është shërbim. Shërbim që duhet ja ofrosh popullsisë, që unë se di pse s'e bëjnë.
Akoma do hapësh. S'është e pranueshme në mentalitetin shqiptar ajo. Sepse është vetmja herë. Është vetmja herë që nuk do më dëgjosh asnjëherë tjetër të jem feminist për këtë pjesën, po tek këto jam. Në Shqipëri është mentaliteti akoma që nuk pranon, si do vesh ti. Dakor. Nuk e pranon mentaliteti shqiptar që femrat të zgjedhin, se vërtet është një përqindje jashtëzakonisht e vogël e femrave që duan të bëjnë atë lloj pune. Ama ekziston. Edhe në rastin që shoqëria absolutisht e dënon si diskutohet, por dhe për atë ka zgjidhje, me që po i hym kështu thellë si muhabet, mund të marrësh tuja. Në pufe në Hamburg, për shembull, shumica e prostitutave janë tuja, si janë gjermane. Nga Hamburgu jo. Se kjo është kudo, ne kemi më të theksuar, po kjo është kudo, domethënë, nëse jeton në Hamburg, tani ti një qytetar e Hamburgut nuk mund të shkosh me familjen në Hamburg me kështu të punosh në pufë, është çike kështu. Do çfarë bëjnë marrin tuja? Do ja gjesh zgjidhjen asaj. Megjithëse ka edhe ashtu tek tu. Okej, këtu është më e pranueshme nga shoqëria. Në Tiranë është e papranueshme fare. Por zotëria është zgjedhje, a kupton? Ti nuk do të detyrosh atë. Ajo që do e marri përsipër asaj nuk i intereson. Jo, ta sqarojmë këtë pjesën domethënë që nuk po flet njëri për trafikim njerëzish. Jo, ne po flasim për zgjedhje. Jo ta bëj me ligjore, me sigurime, me patjetër, me pagesë, me gjitha. Shëndetësi të gjitha. Ajo kur bëhet me ligj është punë. Normalisht. Dhe në të njëjtën kohë, personave që kanë epsh seksual që nuk e shfryn dot në mënyrë natyrore. Nuk janë të aftë. Po, nuk janë të aftë, se ka plot. S'është gjë e çuditshme. Shkon pagu lekët. E zgjidhi. Aja. B-ja. I lloj edukimi seksual që duhet nisin në përshkolla. Ky për mua është aja në fakt pavarësisht. A kupton, po kjo është e ka më afat gjatë. Edhe efektin e ka më afat gjatë. Ti nëse implementon sot, ti do presësh që këtu e 10 vjet tulet numri i përdhunimeve. Po kjo bashku me këtë që thash unë japin efekt, sepse nisim aja fare ne kena pas bë tek tuk edukat seksuale në vite i psikologe 9 vjeçare. Momenti që ajo fillon të thoshte në një gjë të anës seksuale që mashkulli e fut, ne gajaseshim klasë, qesh si po kupton kultura, domethënë edukata seksuale te ne është e pakonceptueshme. Normalisht. Është jashtë. Dhe un kam qenë i pari, a kupton, me shokët e mi që qeshin. Se unë s'po them unë jam i kullumit tani, unë thosha wow, kjo na duhet. Jo, jena të paedukuar nga ajo pjesë. Jemi jo të paedukuar, po jashtëzakonisht të paedukuar. Po, qoftë dhe vetëm për mjetet mbrojtëse, edhe për prezervativin. Vinin thonin për prezervativin, nuk asin zori prezervativin. Sa thoshte prezervativin gati. Po, se nani. Dy të parat. E treta pasaj është kjo këtu ta edhe ty për diskutim, është pjesa ligjore e ndëshkueshmërisë. Se ideja është tani këtu. Nëse ti e rrit dënimin e përdhunuesit, se kam paca poste për shkakun që në Amerikë, në sa vende më e dënueshme ishte një që abortonte, sesa një që përdhunonte. Mirë. Kjo është e gabuar. Po. Kjo s'duhet të jetë kështu. Po. Domethënë ti ky dënimi i përdhunuesit duhet të jetë për mua maksimal. Po. Afërsisht aty si vrasje që ta uli. Normalisht. Por ideja është problemi tjetër që hedh për diskutim është pjesa përdhunimit. Sidomos ndaj fëmijëve. Ai e bën se është kriminal, edhe e bë apo është i smur. Se është kjo tjetra, ai mund të jetë i smur. Dhe ti rrit të çojë ndëshkueshmërinë sa të dush ti. Ai është i smur vëlla. Atëherë ai do kurim. Atëherë dalim te kjo tjetra që duhen qendra të kurojnë njerëz që e kanë të smundje. Nëse kjo është debat global. Po, ky është thellë pastaj. Te pjesa është smundje apo është thjesht un kam lexuar më shumë për këtë pjesën, domethënë, jo edhe pse kjo që ndodhi në fundit ishte minorene goca, domethënë, po ata ishin mosha ndryshme, ishin plera të çdo lloj niveli. Pra pjesa që kam lexuar unë është për individ që janë të maturuar, që përdhunojnë minor, jo 17 vjeç, minor 8, 9, 11 vjeç, për këto minor për flasim. Një nga të radhat fare, domethënë, ka qenë një intervistë që i ka bërë një psikolog, një nga ata, ishte të dënuarve.
normalisht me kuriz, me zë të ndryshuar, e kupton, për të mbajtur privatësinë e robit, e kishte kryer dënimin. Ai qante dhe nga shëreja atje. Unë e thoshte edhe tani që jam duke folur me ty, e kam mendjen atje. I smur. Tani për mendimin tim, domethënë për mendimin tim super personal, ata rob thjesht vari, e kupton? Ose kastroj edhe thjesht eliminoj, se nuk vjen gjë e mirë nga ata. Po një avokat ose një gjyqtar nuk bën dot atë që them unë. E kupton, sa na thonë që ajo se dalës edhe ai ka nevojë. Ai është i smur. Ishte në vendimin tim, domethënë normalisht do e kastroj atë rob dhe ai që do të thonë, po kjo prandaj si jam unë avokat. Si Hitleri. Afërsisht, do në sensin që ta marr, po, ky është proverbial nga në kuptimin proverbial, po. Në kuptimin proverbial ai dëmton shoqërinë, domethënë në Jo, dakor. Se nuk është se e para fare që se kjo që theti ishte shumë e saktë, po që ta kuptojnë edhe robët e tjerë, domethënë jo në kuptimin që vret X-in se ka ardhur nga filani apo se është homoseksual apo kështu, në kuptimin që ky robi jo vetëm që po kryen një krim, po dëmi që i bën ky individit që përdhënon, aq më shumë fëmijëve, është më i madh se sa vrasja. Po. Sepse hurt people, e kupton? Njerëzit e vuajtur i bëjnë të tjerë të vuajtur, e kupton? Nuk është mbrojtur shkencërisht, po statistikat tregojnë që robët që zakonisht janë përdhënuar kur kanë qenë të vegjël, bëhen përdhënuar. Si meshkuj, si femra, domethënë, ose bëhen ninfoman ose bëhen përdhënues. Rap, e kupton? Tani, dëmi që ai lloj plere i sjell shoqërisë nuk është konstant, nuk është se vrau një njerëz dhe la familjen e tij pa prindë dhe këto. Pavarësisht se ajo është gjatë tragjike sa s'ka ku të vejë, kupton? Po kjo është diçka që është zinxhir. Kupton, kjo ndikon 3 breza të tjerë mbrapa kësaj. Unë nuk e kam kapacitetin intelektual nga ana juridike, domethënë të them se cili gjykim është gjykimi i saktë. Po. Ama kam kapacitetin moral që të them që personat e tillë janë të papranueshëm për heqjen e shoqërisë. Ja të ta shtroj në favor të argumentit që the ti, ja të shtroj unë për shembull. Ai që vrau shokun pa dashje. Ai do dënohet për vrasje. Po themi do marrë 15-20 vjet. Ky tani që është përdhunues, që është i smur. Që the dilte me kurriz dhe thoshte prapë unë aty e kam mendjen. Po. E kishte shlyr dënimin. Ky dënohet me 7 vjet. Tani, ideja burgut, kur është kriju burgu, vitet e burgut është në burg futen njerëz që janë rrezik për shoqërinë. Po. Një dikush që ka vrarë rob, qof pa dashje, rasti këtij për mua s'është fare rrezik për shoqërinë, ëh. Për mua ky, e kena diskutuar si muhabet për mua ky pjesa parë, po. Unë tisha gjykat s'do dënoja fare. Sa ai e ka marrë dënimin e vet, do e vuj gjithë jetën, se e ka pas shok ngushtë. Po nëse ti do e dënosh tot 15 vite. Ky vllai dashur nuk është rrezik për shoqërinë. Ky nuk e ka smundje vrasje. Edhe një që s'vret pa dashje, një që vret për akmarrje, po them ose ku dëgjon për vrau kishte një arsye fikse në atë moment në mendjen e tij, e kryu. Nuk është vrasës serial në sensin ta bëj rregullisht shkoj të vrasi kot pa motiv. Po. Ndërsa një përdhunues që përdhunon kot se e ka smundje, ai është rrezik i shoqërisë, ai duhet ta ketë dënimin 2-3 fishin në dënimit këtij. Sa kupton? Jo, e kuptoj, ja zakonisht shumë logjikën, po. Ku kam logjikën? Ai del nga burgu, vrau, del nga burgu mas 15 ditë, ai nuk vret më, nuk ka vrar kot ai. Nuk shkoi ju tek. Ju ngref aty edhe shkoi do vras. Jo, pati i çështje vrau, e boni gabimin, u dënu, doli, nuk është rrezik, nuk vret më statistikisht. Po. Se ka der normalisht. Pastaj po ishte vrasës serial që vret pa motiv, ai është i smur, ai duhet vritet ose dënim përjetshëm. Mos dalë, mos është i rrezikshëm. Se për sensin që ta them. Jo, unë them një që vret për motiv. Dhe një përdhunues tani. Përdhunuesi çfarë motivi ka pas? Është i smur. Ai s'do dalë më nga burgu. Sa i doli nga burgu, çfarë prap rrezik për shoqërinë më vëlla, ai është i smur mendor më burr, ai do shkoj prap ta bëj atë gjë. Normalisht. Kupton, dhe këtu jam te kjo rritja e ndëshkushmërisë, që është pika ime e tretë që duhet bëj që po mos të maksimalizu. Dënim për jetë më vëlla, jo ta vrasësh për jetë. Se. Vedi i psikolog ta dalloj, ai është
këta janë të smur mendor për mendimin tim. Dalim të kjo tjetra si e mendoj unë, nuk ka njeri që përdhunon të mitur që e bën një herë dhe nuk e bën më. Ai është i smur mendor, ai është i smur. Fatkeqësisht është fakt. Ai është i smur dhe ai s'duhet lënë i lirë në shoqëri me lëviz. Ai është rrezik konstant, ai është rrezik si konstant, sëmundje kronike. Bravo. Ai o futet jepet shansi do. Po, o futen burg për jetë ose qendër rehabilitimi për jetë. Le bëj një azil vetëm për këto, të rinj këto. S'ka. Po këtu dali pasaj që ajo pika parë që thash unë me bordellot është s'ka lidhje, s'ka me bordellot janë të smur mendor. Po. Kështu që nuk është i komplekse si gjë. Kjo është tema shumë komplekse. Është bisedë globale. Pra ne unë më shumë po diskutoja pjesën te pjesa si reagojmë ne si shoqëri, që është pjesa që mos më pëlqen. Aty dua të kthehem unë tani, dua të kthehem rrim aty, se te kjo është çik e komplikuar. Dua të kthehem mirë tek bëja jote, tek pjesa e edukimit. Unë mendoj se kjo është për çfarë do lloj problemi shoqëror, ekonomik, kriminalistik, për dhunime, dhunë seksuale, dhunë në familje, dhunë politike, çdo lloj gjëje të mundshme, unë mendoj të rrënja e të gjithë kësaj është mësimet e njëra për shkolla. Është informacioni që ti i jep një fëmijë me kapacitetin që kam unë për të kuptuar, domethënë, është se femrat zakonisht piqen më përpara se sa meshkujt. Po, e vërtetë. Dhe përveç kësaj piqen në një mënyrë më graduale se sa meshkujt. Kto se ne kemi qenë të dy adoleshent. Dhe kur fillojnë ato herët e para, domethënë ti as nuk e di se çfarë kërkon nga vetja, edhe jo më nga partneri. Diskutohet. Po. Edhe në momentin që ty nuk të ofrohet, kjo pasaj del nga gjenia, këtu është si për meshkuj, si për femrat njësoj. Në momentin që ty nuk të ofrohet një shpjegim se çfarë është eksperienca jote seksuale dhe çfarë peshe do ketë kjo në jetën tënde, si formohesh në të, si mund ta shprehësh ti seksualitetin tënd, si mund të ndjehesh ti aq shumë komod me veten pa i hyrë në pjesë një individi tjetër. Rastin që marrim ne, se ky është rasti që kemi aktual, që si ti je një mashkull që je jashtëzakonisht shumë i frustruar seksualisht, po që seksualitetin tënd ta shprehësh në një lloj mënyre pa e dëmtuar partneren në të rast. E kupton? Mendoj se çdo lloj adoleshenti, e kupton, ka ato idiocirat e veta që mendon në kohë. Tonë sa e mirë kjo, vllai, e kupton? Ideja është që nëse ti nuk ke një individ tjetër që është i maturuar një psikolog, një mësues që e ka kaluar, që me shumë mundësi ka dhe fëmijë vetë, e kupton? Ose një individ thjesht që e ka kaluar atë situatë. Nëse ti nuk e merr të shpjeguar këtë, ti nuk të mbetet gjë tjetër vetëm se të eksperimentosh. Dhe kjo lidhet pasaj me ignorancën tjetër që kemi ne si popull, që ti nuk di se si të shprehësh mendimet e tua në lidhje me shokun, jo më me një person që ty mund të japë një ereksion seksual, e kupton? Po. Prandaj unë mendoj se shkollimi daku është jashtëzakonisht i rëndësishëm, është në mënyrë, është kritika më e madhe që mund të bëhet tani në çdo lloj pale politike, është duhet një rivlerësim i sistemit shkollor dhe një implementim i ri për gjërat që do vinë. Është vëlla, diskutohet. Se e di ku po marr tani po mendoj edhe këtë pjesën tjetër. Edhe në qoftë se këto që thash unë, pjesa e protestave, pjesa e Instagramit që bëhet virale, që kështu. Jam dakord, më pëlqej kjo pjesa, që ti nxjerrësh ato me ta thash që në fillim me figurë, se në Shqipëri e vujnë shumë këtë pjesë. Që më qisin me emër, me fytyrë Marova. Ato kanë hallë në Shqipëri, para burgut. Dhe është gjë e mirë, po ideja është që ti me këto gjonat e Instagramit dhe këto gjonat që bëhen virale kë prek ti. Ti prek ato pjesë popullsie që deri diku i ka këto mjetet, i ka këto mundësi që të çojë dhe nuk vjen nga kjo përdhunimi. Ja kupton, këto që bëjnë përdhunime janë në ato zonat e thella, fshatrat e thellë, vendet e thella, ose me ignorancë të thellë. Me ignorancë të që s'kan akses fare dhe ti
automatikisht me protesta, me frymë në rrjetet sociale, më kështu ti nuk arri as i gjë më vëlla. Se kujt ja boti ato? Ja bë e shohim unë, shokët e mi, ti, njerëzit tonë, po ne janë janë gjatë zhvilluar, nuk i shkon mendja me bë këtë gjë. Ti duhet prekësh këto vende që nuk preken nga këto. Dhe këtu fillon kjo që thu ti, që është pjesa e edukimit, shkolla që ti ta implementosh në çdo shkollë shoh. Ti ta implementosh që në femiri që është e gabuar, agresiviteti është i gabuar, e kupton? Agresiviteti normal për meshkujt është në fakt mashkull nga do zihet të plasë një grushtit e obori i shkollës, është më se normale. Ajo do shkarkojnë te. Po më mirë shfryje aty shfryje. Aty është, po statistikisht domethënë se pastaj hyn në një çik tem pak më të thellë dhe pak më sensitive. Në fakt, ata individ për shembull që janë që mund t'i emërojmë si të fortë të shkollës. Ose ata që bënin bullizëm. Ata nuk përdonojnë njëri, zakonisht. E kupton? Jo. Rob që kanë qenë gjithmonë të fortë, domethënë që kanë pasur një staf që kanë qenë kështu, si them, popular. E kupton? Që kanë qenë të dashur ose të urrëtur. Di çka varet, si se kanë qenë si lider. Nuk është ajo. Jo. Klasa, nuk janë ata bully që bëjnë të. Zakonisht, fatkeqësisht, domethënë. Ata që bullizojnë. Me përqindje më të lartë janë ashtesa e fundit, domethënë ata që janë njerëzakonisht shumë të shtypur nga shoqëria që kryejnë ofendime seksuale dhe e mesme. Edhe e mesme ka, domethënë ata rob që janë punën e tyre, gjithsesi domethënë bëjnë. Dhe këta janë individët domethënë që duhet të arrijë shoqëria, domethënë që duhet i kapi se. Ora pastaj kthehemi te këto probleme që ka Gjermania e Danimarka që ne diskutuam të episodi i parë, domethënë jo bullizmi e gjitha kjo. Po nuk mendoj se është ajo problemi, kupton? Problemi është se këta persona domethënë nuk janë thjesht të frustruar sepse të tjerët po i bullojnë, se ka dalë fjalë e re në Shqipëri, bullojnë, është bërë fjalë shqipe tash. Ideja është sepse për mendimin tim, domethënë, edhe unë kam pasur që ndaj, domethënë nuk më vjen turp të kam pasur edhe unë një pjesë time domethënë që nuk jam ndier komfortabël në jetën time, që nuk kam pasur shoqëri mjaftueshëm, që kam qenë në një ambient të ri, domethënë që nuk kam njohur njëri në fillim, edhe për mua ka qenë shumë e vështirë. Sikur zohet domethënë merrem me çështja ashtu që e krijova shpejt rrethin tim domethënë dhe dola nga ajo pjesë e zymt domethënë. Po. Po ajo pjesë aty është vend shumë mbytës për të ndërmjet për një kohë të gjatë. Edhe nëse ri për një kohë të gjatë, atje nuk ma mendja se është më aq e thjesht, apo mund të dalësh aq shpejt. Kupton? Të themi diçka, domethënë që thjesht që të jetë e kuptueshme, që mos të ketë diskutime, nuk po mbron njëri as bullizmin, domethënë as persona që përdorojnë asgjë. Ideja është ne mundohemi të flasim me llojin e fisit ose e tribit që bëjmë pjesë domethënë, dhe ne po mundohemi të kritikojmë atë pjesën, domethënë që ne kemi përjetuar deri në një farë pike. Atë mund të mund të kritikoj tash një femër në vllazë, si bëhet, unë s'kam qenë ndonjëherë femër, edhe në shumë gjëra nuk i di, ose shumicën e gjërave nuk i di. Prandaj po mundohemi domethënë që të kritikojmë pjesën e e di ku është, po pra, dhe problemi është që tani ne nuk po kritikojmë përdhunuesin, përdhunuesi dihet që është monster. Këtë gjë, domethënë tash ta kemi thënë një herë këtë që mos mendoj rrok. Po pra se jo, se bëhen protesta dhe shoh pankarta që përdhunuesi është monster, mor këtë e di çdo njeri më vlla. Ku nuk ka ndonjë njeri në botë thotë përdhunuesi jo ka drejt. Është robi mirë. Këtë e di, nuk është ky qëllimi më vlla. Qëllimi është, ore çfarë do bëjmë ne ta parandalojmë këtë gjë? Çfarë do bëjmë ne? Ne bënë para viti protestën. Qa bone ti mas protestës që mos nodhte më të paktën këtë mas, opa ja ku nodhi prapë. Asnjë gjë s'bone, s'kishte bënë asnjë gjë. Lesh, këtë po diskutojmë ne. Pjesa që çfarë përdhunuesi, çfarë të bëjnë ne? Na doga tani. Si është ta themi, domethënë që qëndron, është e mirë kuptueshme, nuk ka nevojë për të diskutuar. Po kafshëlla, çfarë, ne s'do merremi tani. Në rregull. Kështu jemi në të njëjtin hap, që është kafshë dhe nuk ja vlen as kohën për të diskutuar fjalë. Thash, për mua është kafshë, një dhe është i smur. 2, kjo është opinioni im personal. Që këta njerëz të smur, domethënë nuk e bën njeri, nuk me të mitur, domethënë nuk ka mundësi, po nuk ishe i smur, nuk e bë dot, nuk e di. Kështu e shoh unë.
janë njerëz smur dhe për mu duhet bo kjo gjoja që të thash. Që se mund të ketë i përqindje që edhe s'janë smur, po e bëjnë nga që janë thjesht frustruar seksualist. Do hapësh bordello që të shkoj ta çfryj aty. Duhet eduku çështja e denoncimit. Që ajo është gjë komplekse, ajo është gjë e vështirë. Domethënë ti jashtëzakonisht shumë e vështirë. Bravo, dhe ti për të denoncosh një akt të tillë, ti duhet krijosh një platformë gjys ligjore, do thoya, jo plotësisht ligjore, se shiko si e mendoj unë si gjë. Një X vajzë që përdhunohet, në momentin që i ofrohet ajo e denoncimit, do shkojnë polici, do firmosi, do ashu, e mendon si i gjë shumë të vështirë për t'u bërë, sepse do i dali i emri, do merret vesh dhe ky është problemi që ekziston atje. Dhe duhet kriju diçka, një lloj platforme, një nga këto influencerat të krijojë një aplikacion, një gjë që është më e thjeshtë ta denoncosh se sa të shkosh të firmosh, të marrësh familjen dhe të bëhet i gjë e madhe që ta parandaloj. Duhet t'ja bësh atë rrugën e denoncimit, t'ja shtrosh më lehtë që ajo të vi dhe ta ketë atë shtysën, ta ketë atë sikur më bën një bisedë po i qahet dikujt. E di që është një problemi më tjetër dahu, që është pa frikë fare një 30 ose 40% i mirë. Unë kam pasur raste për individ që i kam njohur vetë, domethënë që në fisin e vet ka pasur raste që janë përdhunuar, e ka thënë familjes, dhe familja e ka thënë që i mbyll gojën, se na nxive faqen. Po. Ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Është i madh fare. Kjo është fatkeqësi. Ky është pra denoncimi që dhe që imagjino ti jesh ajo vajza, domethënë që i e përdhunuar, dhe të thonë mbyll gojën. Edhe familja jote thotë mbyll gojën, ty të shkatërrohet çdo lloj imazhi i realitetit që ke ti. Kësaj çfarë do i bëjmë pra? Ky është diskutimi. Ky është diskutimi. Çfarë do i bëjmë? Kto, për mendimin tim ta thash. Kush janë? Se tani dum do dalim do bëhemi seksist. Jo seksist, do i ndajmë. Femrat e kanë dorë këtë gjë. Në sensin, përdhunohet një femër, nuk mund dal unë çun të hap unë aplikacion shoqatën time, nuk ka aq mirë besim ajo, aq besim të vi. Femrat, këto figurat femërore që ndiqen, që kanë fanbase të madh në popull, kanë goca nga 15 vjeç, këto më qoftë dhe këto të përputhen më vëlla. Po. Qoftë këto individë që ka, po, këto i ndjekin vajza nga 15 vjeç, 16 vjeç. Këto duhet ta përdorin një herë në jetë shkretën, përdore atë famë, atë gjë që ke për mirë. Krijo një aplikacion, krijo i shoqat, krijo i gjë. Ora sikur një faqe Instagrami. Një faqe Instagrami, bravo. Si të reagojnë në bravo, vetëm për po. Do të ruaj anonimatin, nuk do të ta nxjerr emrin, do merrem unë ligjërisht me këtë gjë, ti mos ki merak fare. Bëja rrugën e lehtë. Kjo është mënyra. Ja ku është një mënyrë që femrat e kanë vetë në dorë ta bëjnë këtë gjë. Po ku është? Dalim te problemi, to ajo që e tham që në fillim që dihet aty patrisht, që edhe këtyne që bëjnë si ti ndinjume, nuk ju plas bytha fare, shkurt muhabeti, nuk ju plas bytha. Bëjnë ato 2 ditë protesta gjona dhe më vonë nuk ju çat trapi fare. Fare. Se s'bëjnë smarin as i hap. Po merr, a ke dorë të bësh gjona, a je e fuqishme, a të një gjon njerëzit, a ke followers, a ke njerëz, ke influencë. Ngreu pra, bëj diçka. Fatkeqësia është ato deri në rastin deri tani që po bëjmë këtë podcastin sot, domethënë nuk kam dalë në një person që nuk kam parë në një person që të ketë dhënë një intervistë ose të ketë ngritur një debat aq të madh. Vetëm në momentin që ka ndodhur kjo. Jo vetëm në momentin që ka ndodhur vjet për shembull, do ta them unë, tek e diella që janë ato që merr manushi, ato gocat, e kanë nxjerrë si çështje, kanë fol me një lloj pasioni, me një lloj që të vinte mirë më vëlla, një gjë bravo, ku janë këto? Bravo i qoftë. Aty mund të ishin 6 figura femërore, që ishin tër pasion të kështu. Asnjëna nga këto mas i marroi bumi mediatik, nuk ose vazhdojnë në rrugë private, që shiko, më preku kaq shumë kjo gjë, saqë unë që sot e tutja, krahas investimit tim, karrierën time, që absolutisht i do merresh, do bësh reklama në Instagram, s'u diskutoj se do rrish pa hunger book, s'u diskutohet. Krahas kësaj, do merrem dhe me këtë gjë.
Unë do i përkushtohem kësaj gjëje, nëse ka një kaos që unë jetën time du t'i përkushtohem, është kjo X gjë. Kjo është thelje, por se ne të dy për shembull bëjmë muhabet me këtë, për këtë lloj ideje, domethënë, ata rob që janë komplet ignorant, të thonë që jeni seksista, ç'ne ju meshkuj të zgjidhni problemet e femrave. Dhe pra unë kërkoj një femër. E kupton, kjo lind nevojshmëria sepse nuk kam mjaftueshëm femra, sikur nga ato 6 e ti sikur 2 më burr. 2 më burr, 1 më burr, ç'a 2? Nga 6 ta bëjmë bashkë. 1, nga 6 që flisnin me aq pasion, 1 të dilte, që shikoj unë do merrem me këtë gjë. Unë s'po them se dikush mund të thotë po ti ç'a ke bë? As i gjom valla. Do me diti troç fare, unë deri më sot në të mirë të shoqërisë, nuk kështu s'kam bë gjë. Pse? Pse për momentin nuk më intereson. Ora nuk më prek, nuk ka i gjë, një temë sociale të përgjithshme që mu për momentin të preki, me thon drejtën nuk shtirem. Normalisht vllaku se çka ke arritur deri tash i ke bërë vetë, se nuk të ka prekur gjë. Unë për momentin kam hallet e mia, shoh vetëm hallin tim. Qa janë gjona që mund të zgjidh hallin tim i bëj, po nuk më intereson dhe nuk hiqem si i ndinjum. Ama? Nuk hiqem unë si i ndinjum. Nuk bëj unë si i ndinjum kur ndodhi gjë që si ja bën kështu Palestinës, do të çohem unë tani të bëj. Jo, se unë gjumin krevat e bëj qet. Kur kam hallin unë pasaj të viza ime ose të gjëja ime aty kthehem sa majtas djathtas dhe çohem të nesërmen bëj gjë që ta zgjidh. Nuk ashtu. Po në momentin që ti prekesh, vërtet, dhe ngrehesh, acarohesh, i ndinjohesh dhe bën si histerike në për studio, atëherë ti e prekur vajzë dashur, ti edhe masi marrë bumi mediatik, ti duhet vazhdosh të merresh me këtë çështje. Këta rob nuk e kuptojnë që kur thjesht ngrihen për atë vetëm në pjesën e bumit mediatik, më shumë e dëmtojnë. Atë se sa i bëjnë në një gjë, në një ide. Sepse kur ajo gjëja është e freskët, kur sapo ndodh. Ore çdo rob buridhë, edhe një pler nga fundi i dunjas do edhe ata plerë. E gjikon, absolutisht nuk diskutohet. Ajo është thjesht i tregon robëve që edhe ti je rob i mirë. Ajo s'është për ty. Po. Ajo është për ty, nuk është për rob që e kanë vojt. Që ti të bësh një ndryshim. Ose të bësh se kush asnjë individ të buridhë, nëse nuk je pushtetar, nëse nuk e sa arrin ndonjë gjë. Po që ti të fillosh debatin me atë, ti duhet të marrësh iniciativën vetë, të marrësh kohë nga jeta jote. Ti merr figurën e atij. Ore ne tani mund të vazhdojmë të diskutonim për bashkën në burr për budalliqet tona, do të diskutonim për futboll, burri. Kjo ngel jashtë Champions League-s jashtë. Po. Se aq na afekton jo ne do të diskutohet. Po në momentin, po ti ke rastin merr figurën e Elvis Naçit. Ke çka ke me thon për të të mirat të qia, mund t'jetë manipulator, mund t'jetë nën Tereza, imi gjona. A i vlla, kur ka pas një çështje sociale, tërmeti, X-i, Y-i, ka hap emision të News 24, ka ngrit fundraising, ka marr lekët, ka investu, ka vjedh, ka bo, nuk e di unë atë, unë nuk jam KLSH-ja, nuk ja kam kontrollu, mund edhe ketë më fut në i lek ka bo diçka konkrete për atë problem. Ka hap një fondacion, kanë investu njerëzit që i ka qu lekët atje, qa mund t'i ketë fund në xhep e thash dhe nuk e di qa ka bo, nuk m'intereson. Ka bo një hap konkret, nuk e kalon vetëm në poston Instagram, maj fjalime, bëj sigore në për studio sociale edhe marroj me kaq. Ka marrë një veprim, një gjë aktive që ndikon drejt për drejt në të mirën e aty në njerëzve që janë prek nga kjo gjë. Dhe këtu që ta sqarojmë çik të pjesën, domethënë jo se është Elvis Naçi personi që duhet marrë si shembull për drejtë e grave, thjesht është personi që duhet marrë në shembull për individët që ndërmarrin. Po, dakor, ajo pjesa ta thash dhe herë për Elvis Naçin, ti mund mendosh keq, Doni mund mendoj mirë, unë ja kam heq vizën me kohë aty robi, po unë nuk e ka, ato që e ka bëj. Dakor, bravo i qoftë ndihmoj ato rob, sikur një individ e kishte dhënë një cop bukë. Bravo, e bëjmë këtë si temë do diskutojmë më tjetër se unë për vete kam respekt, më pëlqej si person. Tjetër gjë, po ka dhe njerëz që se pëlqejnë, është komplet opinion personal subjektiv. Unë do marr gjën që ai ka ndërmarrë një hap aktiv që ndikon drejt për drejt jetën aty në njerëzve që ka diskutuar çështjet që janë prek. Ka bo diçka, kaq, pik. Po ti, çka ke bë? Çka ke bë fiks ti? Me çfarë e marr fiks, çfarë? Që dal ke fol. Unë emancipoj, thot ajo, njerëzit, unë flas për njerëz. Çfarë 2 ditë? Ç'është fatkeqësia më e madhe dako? Me 2 ditë. Për mendimin tim, kjo është mendim personal. Sa them përpara që
individ me një mentalitet të mëkur deri në një farë pike, jo komplet, si e vis Naci, domethënë që është konservativ në mënyrën që nuk i duhet Shqipërisë, po prap jemi në subjektivitet, arrin të kryej diçka në të mirë të popullsisë së përgjithshme, më shumë se sa disa individë të tjerë që dalin në emisione dhe mbajnë veten si intelektual dhe që në të vërtetë nuk bëjnë asnjë gjë. Dhe këtu e di çfarë ndodh, kjo më e keqja, se këtu bie besimi i të gjithë pedagogëve, i të gjithë profesorëve, i të gjithë individëve femëror, domethënë që kanë një audiencë, tu i bie prestigji atyre dhe i ngrihet këtij. Domethënë që ky në thelb nuk është se i sjell ndonjë gjë të mirë, domethënë pavarësisht se i bën mirë robe. I ka ndihmuar shumë rob, bravo i qoftë, ai e kupton e ka bot mirën çfarë të bëj. Po këta që e mbajnë veten që kanë vlera perëndimore në vend që të krijojnë një nisëm, që të shtyjnë për një ndryshim rrënjësor në Shqipëri, këta merren tash duke dalë për emisione, duke thënë që po të dalë goja për kafe, është zgjedhje, është punë. Edhe kur del për kafe është punë, thotë ajo. Kupton tash ti? Po. Në vend që të merren me problemet që i cënojnë ekzistencën. Pikërisht pra. Duhet të bësh diçka, po e kena diskutuar se dolën prapë te politika me Tom Doshin, e kena diskutuar që thon këto të PD-s, jo po ka vjedh, jo po ka bo, jo po ka blet vota, vlla, ai ka bo. Ai për njerëzit e vet, ai mund të ketë çat ketë, mund të ketë 1000 çia, për njerëzit që votojnë, aty në Shkodër ka bo, x gjë, i rrug. Ka bo më vlla, njeriu sot do të shohë gjona që bëhen dhe e prekin direkt të mirën e vet, interesin e vet. Qoftë dhe Elvis Naçi, për njerëzit e prekë ka bo, ti si femër, për këto që përdhunohen, çka ke bë? Asgjë. Çka ke bë më vlla? Ke hapi shoqat, ke hapi fond. Je marr me te se edhe mund të shikoj se janë çështje më delikate se këto të Elvis Naçi, to dhe ti mund të merresh 2 vjet të rresht me këtë dhe kur s'ka bujë mediatike, ti merresh dhe nuk arrin ndonjë rezultat, nuk është faj jot. Është faj shoqërisë, nuk arrin dot ti të kesh rezultat, ka shumë faktorë tjerë, ama ti e bonet, është ajo që themi ne më vlla. Ti mund të mësosh për i provim, e ngele, pa aja bën në Izmetin. Ja bon ajo Izmetin. Në ngele, çfarë vërtetmenja? Ideja është do të mësosh vetëm një ditë ti, pastaj e thosh që po ngela unë, po nash. Po. Tu do të shkolla aty. Tu do të shkolla aty. Mos thush pasi ti je në shkolla, sikur më vlla kisha bën më shumë. Jo, bona sa kisha mundsi, nuk e mora si ishte thonë me mor. Unë Izmetin ja bona, se morra dot marroj. Po ti mos bësh asgjë, ti 2 ditë dil fol edhe marroj me kaq. Fatkeqësi e madhe. Është ore, disi tha ja, më fal. Ishte rasti konkret, protesta ishte dje par dje. Po. Unë kisha edhe story në Instagram, isha dal me makinë, kur isha me kabriolet, e kisha u story. Më shkru njëna tani, një shoqe që e njoh. Po mirë tha, nuk të vjej çik kështu që gjithë njerëzit po postojnë për protestën, ti posto për ti vazhdo qefin tat në kabriolet. Dalim të kjo që ta shumë përpara. Ti thashë më falë më zonjë, unë nuk po çfarë zonjë se fler tash i thoj sa të gënjej. Po, të shtirem unë. Unë tash për momentin mund vjesh shumë keq për çdo gjë, po unë e ndjej që me një story nuk ndryshoj gjë, nuk ka se kam ndërmend të ndërmarr ndaj hap social ndaj gjë që të ketë direkt efekt, e shoh që s'kam për ta bërë për momentin. Dhe nuk bëj kështu. Po ti që u story ti, ma story, a ke ndonjë qëllim në vetveta, a ke ndonjë ore ja dhe story, ku do ta shikoj unë, do ta shikoj robi tjetër. Po çfarë? As unë jam i bindur 99.99% që asnjë nga followersave të tu as nuk i ka shkuar në mendje, as nuk i krijon debat, domethënë që jo, po e kanë drejtë ata që përdonë. Tani ti çfarë do flasësh me murin? Po çfarë? Maje e pe atë pankartën, maje mren se mos e nxirr mut. Kur pa lidhje. Çfarë do me kujt po i bë moral, a kupton, ai është i smur, ai është kriminal, më thua. Çfarë po bë ti bashkë, po 20-30 veta bashkë krijon një grupim, krijon një si tip shoqate dhe bën një projekt ligj. Po, dhe protesta më shumë ka sens, ti edhe bën protestë më shumë të bësh pankarta për viktimën që denoncoje. Mos ki turp,
denoncoje, mos ki turp, nuk do të gjykojmë, denoncoje, se sa ti të merresh me përdhunusin. Ma e mrem, por ai është i smurmur, vëlla. Ai do ai vitet e burgut, ai është idiot, vëlla. Çfarë me kë merresh? Ka një mangësi zakonisht shumë thellë. Se unë nuk e di se ç'a mendojnë këtë Europë, domethënë kur i bëjnë ato lloj pankarta të cekta. Po unë mendoj kështu domethënë. Ore këta mendojnë kështu. Ai e bën që të dalin në Instagram. E kupton? Imagjino tani sikur unë jam i përdhunus, edhe unë po shikoj në televizor. Edhe po shikoj atje më e mrena mut. Si s'm kishe shku menja me rob shtëpie, si pas kam përdhunuar 30 vet. Ai do preki përdhunusin me pankartë. Që sot unë do e maj mrena. Kjo është pra ignorancë. Që sot unë do e maj mrena. Të lutem tani çaku jemi në Amerikën e viteve 80 që thoshin thua jo drogës. Ai ç'është kjo? E marrën atë asaj gruas presidenti thashë say no to drugs. Po bra, kjo është ide. Marua. Ai merret me i drejtohet përdhunusit. Ai është plerë buri dhe ti duhet i drejtohesh viktimës, ti thuash viktimës denonco. Ja unë me këto që po dalim do hapim këtë platformë, denonco. Duhet i drejtohesh shtetit, merr masa. Edhe shteti drejtohu, merr masa. Ti drejtohesh përdhunusit. Ai sa vlen buri. Ai është smur me dorë, më vëlla, ai është kriminal, më vëlla. Ç'a rritet ti se ju drejtove? Ai nuk ja vlen të harxosh kohën me ata. Ato lloj vëmjesh domethënë thjesht. Ai është shpisirë vëlla, ç'a me ato do merremi ne. Ajo që thej çfarë është shumë e saktë, por që është jashtëzakonisht shumë vitale domethënë që të krijohet një lloj platforme që çdo lloj personi se nuk është se janë çështje të izoluara këto buridhet. Kjo si dhuna seksuale domethënë është e lidhur me ignorancën në shoqëri, është e lidhur me mungesën e shkollimit të individëve, domethënë të rinjve, është e lidhur me ignorancën në familje, është e lidhur me dhunën në familje, është e lidhur me dhunën psikologjike që një person përjeton në familje. Por zotri, unë njoh personalisht, domethënë individ të cilët edhe nga familja e vet, edhe pse mund të jenë më të pastër, domethënë, për një shprehimi të karakterit të vet, domethënë janë thjeshuar kurv, na nxive faqen, na e fike derën. Këto janë të gjitha të lidhura bashkë kur i vjen. Ky është problemi. Që gjykohet ajo. Pikërisht, problemi është nuk është problemi që do i themi atij ta mbaj brenda dhe e zgjidhim. Ideja është që e para aja duhet ta bësh jashtëzakonisht shumë për thjesht se do ndodhin. Fatkeqësisht të burit do flasim me duar thapur. Fatkeqësisht ka ndodhur dhe do ndodhin. Ti duhet ta bësh rrugën për të shkuar për rrugën e drejtësisë, duhet ta bësh për këto lloj tema kaq sensitive, se nuk po flasim për korrupsionin e Ali Berishit. Flasim për individ që kanë jetën përpara. Larg qoftë, nuk ja uroj asnjë njeriu. Ajo është 15 vjeç, ajo kush e di ç'a ëndra shka për veten e saj. Domethënë dhe ata plerat ja shkatruan, ja morën të ardhmen asaj. Ja morën të ardhmen. Ajo nesër pas nesër asaj ja bëv zoti mban nga ana ime marr nga ditët e mia. Ajo të bëhet nesër pas nesër një kryetare shoqate CEO të bëhet çfarë të doj. Ama ajo me sa kam lexuar unë në këto psikologjinë klinike, sa të ketë jetën ka ta mbajtur me anë. Për këtë lloj individ. Kjo është duhet ta bësh shumë të thjeshtë, duhet ta bësh aq të thjeshtë sa që ajo të ndodhi brenda sekondit. Se shiko ç'a ndodh. Me këtë që them unë, për shkakun si e mendoj, e kthim muhabetin shumë më thjesht fare, vëlla. Se ne në ndryshim nga këto emisionet që shihen në televizor, jo po ligji, shteti, kështu ne i bëjmë muhabetet siç mendojnë dhe siç diskutohen në tavolinë. Thjesht fare. Krijo vëlla një aplikacion. Shoqe, krijo shoqe, një aplikacion, një femër, një nga ato showbiz, një aplikacion ku vjen një 15 vjeçare, hap celularin. E ngacmojnë seksualisht dy burra. Ka frikë ajo. Ka frikë. Nuk shkon, babit nuk i thot, se familja dalim te kjo pjesë që është pjesa e ignorancës, ajo pjesë që i thot në gojën ti kur ti kështu. Nuk i thot, mamit nuk i thot. Polici jo shkon, futet aplikacioni. Kështu. Të denoncoj emrat e këtyre dyve dhe ti, si aplikacion ku ti unë lidhu me ligjin, bëj si kështu, pa e bot madhe, pa e bot publike, tang merr këta dy, ting jeni të
kemi një rast që ju kanë denoncu për kështu. Do ju ndjekim penalisht, mos e vazhdoni, nuk e vazhdojnë ato, ta kesh sigurt. Kanë frikë. Do ju nxjerrim emrat. Ndiqe vlla, rrugë këto duhen shpat me shpatë vlla. Dang do e shohësh si do na lohet. Bravo. Kjo është i vetmja temë sociale ku unë mendoj që zjarri luftohet me zjarr. Vetëm për këtë temë. Pra asnjë gjë tjetër. Se s'ka këtu. Qose janë kuptuar rob deri tash, ne të dy kemi ndryshimin rrënjësor, se ti mbron realitetin, unë mbroj parimin. Kjo është e qartë mes neve dysh. Ama unë këtu është vetmja herë Bim dakord në kuptimin që këtu nuk ka përfarim. Këtu është zjarri, sepse këtu është në pyetje e ardhmja e një individi. Dhe ai që si denoncoj ajo dha dy emra. Mund të jenë të rrem, mund të jetë urrejt ajo, çrën si ka. Ti këtyne dyve ju i merr, i thu kështu, mos guxoni më me këto ose do ndiqeni penalisht dhe ai shefti. Është po të jetë vërtet, ata nuk vazhdojnë më ta bëjnë. Se kanë frikë. Kush është ai? Ka frikë ai shok, se i del emri nesër pas nesër, bëhet familja vet i vet dam gazez aty për dhunus. Po ti e të rren, është rren, s'do e bëj më, ama ti shpëton atë, mos të vazhdoj ajo, se këto janë, kjo që ngjon ti, nuk është i rast që kanë ndodhur për një ditë më. Janë rregullisht më. Kishin me vite të tëra që vazhdonin e përndiqnin seksualisht. Ta na loshë vlla si gjë, kështu. S'ka tu rrugë ligjore, rrugë krijo vlla një aplikacion dang merru drejt për drejt me atë kush je filani do të bëjmë, do të xherrim publikisht, do të shkatrojmë. Ndryshimi me kulturat europiane, kupton se kemi në shpirtin e sakrificës, nuk ka individ që kanë potencialin dhe thonë që okay, unë do e bëj këtë. Ta bëj Base vet nuk kam ndonjë kështu për të bëjnë në shoqërinë jo. Po nuk i solli lekat. Dalim fund te pjesa që i kam shu gjatë gjithë ti podcasti, te pjesa që edhe këto të indinjuarat, më thonjë zë, e showbizit, në fund ditës, nuk është se ju intereso shumë. Sa do e keqe duket si gjo, nuk është se ja u prek jetën aq shumë kjo gjo, se një njeriu që i preket me vërtet jeta aq shumë nga kjo gjë, një jetë aq keq, ndërmerr diçka, e bë diçka. Nuk është se ju. Thash, unë s'jam Nën Tereza, ti si e Nën Tereza. Qa kena bo ne deri më sot për çështje që prekin të gjithë, s'kena bo gjë. Për veten ton kena bo, kena marrë avokat, kena bo gjë, normalisht ku më janë prek gjëna dhe mia e kam zgjidh gjë. Për në total, me thonë të drejtën deri më sot nuk kam bo. Nuk e di, ndoshta mund shkoj 30 vjeç, po ti jem tu jetu akoma në Berlin, po ti ke mundësit, po të kem ashtu, mund të hap një shoqat në mbrojtje të studentave të huaj shqiptar, sidomos, se e di vet, edhe ti e di shumë mirë, vështirësitë me vizën, probleme të ndryshe, po, mund të jetë gjë që më prek, edhe më prek, më vërtet kur një gjë për shqiptar të ndryshëm këtu që vujnë për këtë pjesë, normalisht. Por si ke mjetet? Për momentin, si kam mjetet një, po e dyta më prek më shumë vetja ime për momentin, se edhe vet jam këtë fazë, që më shumë du të zgjidh problemet tua. Po, s'ka ne problemet, është më se normal. Ju më është jam i sinqert. Në momenti që unë do kemi punë, do kemi gjë, do i kem në rregull gjonat e mia, absolutisht edhe mund ta bëjmë bashkë. Mund të sugjeroj të ty, hajde më e bëjmë. Një shoqat një kështu, kush të vi tjetër, mos të kalojë të njëjtat vështirësi që kena kaluar ne, kur kena ardhur para 5 vitesh, se kur kena ardhur ne s'ka pas kaq shumë shqiptar, s'ka ditë njerëz, s'ka ashtu, kena ec vetë në rrugën tonë. E kena diskutuar shumë herë, u futëm veti kena heq gjitha. Bravo, u futëm në universitet, nuk na tha dikush tjetër që kishte edhe më mirë me bë një Ausbildung, një diçka, një X, nuk i kishin. Nesër pas nesër kur ti kemi gjërat në vit dhe me vërtet na preki kjo gjë, ne hapim një gjë që të njerëzit që vinë ti ofrojmë këshilla, ti ofrojmë mbështetje. Tani të futemi pak në tragjikomedi për ta bërë çik më të lehtë atmosferën, domethënë është ideja është burizot. Edhe po doje ti të nisësh tani një shoqat kundër përdonimit, do thonë ti je seksist. Ç'ne ti mashkë do zgjidhësh problemet e femrave janë të pavarura dhe kështu. Mua më shqetëson shumë fakti domethënë që kjo nuk është përgjithësi, është për disa individ. Shumica janë të kënaqur kur shpreh sensibilitet, domethënë. Siç jemi të dy që po bëjmë të muhabet, domethënë, shumica e njerëzve thonë që
ata që dëgjojnë, ato bilionat që kemi ne domethënë që do i dëgjojnë, thonë që shumë mirë që i shko menja me dëgju këto, po ka disa individë që thoshin ja u bën këta. E kupton? Edhe në problemet e femrave ngrihen meshkuj. Meshkuj andej meshkuj te patriarkal, po na mbysin, po na bëjnë rrezin probleme. Unë mendoj edhe se këtu duhet thjesht, domethënë unë mendoj se kemi për detyrë ti bëjmë thirrje njëri tjetrit, edhe çdo individi tjetër, domethënë që këto nuk janë, pavarësisht se është femra që përdhunohet, këto nuk janë gjëra që prekin vetëm femrën. Këto prek gjithë shoqërinë. Diskutohet. Ndryshimi që ne po bënim deri tash është pjesa që si përmarrësi, fytyra e një lëvizjeje duhet të jetë në këtë rast femër ose në çdo lloj rasti një individ që është drejt për drejti prek. Absolutisht. E kupton? Këtu është pjesa pra që them ndryshim. Është njësoj sikur dalin gjerman sa të mbrojnë drejtat shqiptare. Bravo, në ndryshim ne nga emision në televizion, ne flasim këtu gjona që dihen botërisht dhe njerëzit absolutisht e kuptojnë si gjë. Nesër pas nesër, po flasim rastin, u prekën të drejtat e beratësve, po them. Ti vlla je para meje që duhet ngrihesh dhe duhet të marrësh normalisht. Unë duhet sensibilizohem me ty. Po ma jo të dalësh ti me flamur para te. Jo, absolutisht, ose po u prekën tiranësit. S'do dalësh ti para meje. S'ka sens. S'ka sens, tani sa do respektin. Bravo, sa do të duket jo se duket i çik si kështu. Pse po ti jemi kështu egoist? Jo, s'ka, unë sensibilizohem me ty dhe unë më shtes ty, po ti duhet të jesh i pari që del. Se s'ka vlerë ndryshe. Se s'ka, absolutisht. S'mundem unë, a kupton, kur s'do le ti, kur s'prekesh ti, kur ashtu, çfarë ashtu unë? Ore sa aty bie besueshmëria në publik bla. Edhe kjo kur deni Robia thotë ky, po ky ça fitimi ka, ça po nxjerrën kë. Se e lidha me Beratin dhe me Tiranën, me po krahasimin që ky rast është që prek femrat, po nesër pas nesër mund të jetë rast që prek ku di unë. Meshkuj të. Ore prek Romët. Prek Romët në Shqipëri. Tani nuk do dal unë para mandin i shtullës. E normalisht. Po s'do dal unë para mandin i shtullës me fol për këtë gjë. Domethënë unë mund ta gjykoj si gjë, po nëse shoh që mandin i shtulla sa vret menjen hiç, so ashtu s'ka sens ajo gjë. Ti je figurë që i përfaqëson sensin që i vjen. Ora mund të ketë sens për ty se thoj ti që vari lesh mandin i shtullës, unë e bëj veten time se mua më ndjek, po nuk ka të njëjtën peshë. S'ka të njëjtën bravo. S'ka të njëjtën peshë, kupton? Ai duhet të jetë i parë. Ai Muharrem Ahmeti ku di unë X Y. Dhe në çdo çështje, domethënë. E kupton atë ti? Është absurde e bulit. Dhe absolutisht, edhe i pjesës që ai masi ngrihet vet, do kërkoj mbështetjen, dakord jam, unë do kërkoj mbështetjen e gjithëve, dhe do e mbështesin gjithë, ama do e mbështesin gjithë në momentin që edhe ti ke mbështet kur janë prek drejtat që s'të prekin direkt ty. Kjo është ajo që lidha me njerëzit me ngjyrë në Amerikë. Domethënë ti do të më ashu mu, po më ka nuk mu në konflikt më burr, kemi njerëz me ngjyrë në konflikt. Se edhe kjo është temë shumë sensitive, po mu s'më intereso. Kemi diskutuar dhe bashkë. Them ato që mendoj, nuk më intereso fare si merret as kështu. Më ka thonë që për protest, a do vish protest. Priti eri vllai dashur. Kur u prekën interesat e mi, kur shqiptarët këtu paragjykohen, kur ne shkojmë shkollë dhe në moment në parë që ti shqiptar, se është koncepti shqiptar duhet të jesh mafia. Normalisht. Ne nga ka thënë kur kemi qenë ato gast familje na ka thënë për parë, keni gjë me mafia? Po. Unë kam kërkuar ty vllai dashur me dal me mu në protest, më tha. S'kam kërkuar. S'ka sens se bie kredibiliteti valla. Po normale, populli ton janë përdhunu gra e fëmijë, janë vrarë, është bë gjenocid nga serbt. S'ka kërku kush ty nga Amerika ose nga Afrika të çohesh. Si më kërkon ti mu tani? Unë po se ndjeva nuk dal. Nuk dal valla, se mu dje kur jam çuar për detat e mia s'ke dal ti për mua. S'ka prek ty si gjë. Dhe kjo është ajo gjëja që them me sensibilizim. Ne çohemi për çdo gjë, absolutisht, do dalin femrat që do e udhëheqin dhe unë do çohem mas aty në për t'i dënu këto akte dhe për t'i thënë viktimave që denoncojnë si akte. Nesër pas nesër kur çohem unë, absolutisht ajo ka detyrën morale që të më mbështesim unë në gjonat që preken mua. Kështu funksionon. Tani do ti. Duke vazhduar këtë mendim, dua të kaloj të ikim nga topik, nga tema.
edhe të flasim pak për parim për fair game. Domethënë edhe për rregullat e sensibilizimit. Është vërtet ajo që ti domethënë që e njëjta gjë si njerëzit me ngjyrë edhe njerëzit e bardhë apo si femrat që përdorin nuk është se është e njëjta gjë, por janë parime që njerëzit e shtypur pa të drejtë duhet të sensibilizohen me njëri tjetrin. Gjithë bashkë. Tani, ku dua të dalim ne? Ne dua të dalim tek pika që ti vëm një herë kur e fjalë gjitha çfarë më tash, domethënë, është që për çfarë do lloj kauze humanitare, qoftë nga seksi, qoftë nga raca, qoftë nga ngjyra, qoftë nga besimi, individët që duhet të bëjnë faqen, fasadën, domethënë që duhet të jenë persona që i përkasin atij lloji grupimi. 1. E dyta, personat e tjerë që mendojnë se kjo kauzë është e drejtë nuk duhet të thonë bose do më thonë matë. Të gjithë robë që mendojnë që diçka është e drejtë duhet ta mbështesin. Absolutisht. Në aq sa kanë mundësi të bëjnë të japin kontributin e tyre pa dalë nga vetja. Nuk ka nevojë të dalësh tash ti të bërtasësh mes rrugës, e kupton? Jo kështu. Mjafton aq sa ke ti në fuqinë tënde të japësh një kontribut sa më të vogël. Ne mundohemi ta bëjmë me këtë bisedë birrash me njëri tjetrin. Një individ e ka një mënyrë tjetër apo secili siç e ndjen. Just diskutohet. E treta, vazhdimësia. E diskutuam të gjithë kohës. Nis diçka, mos e bëj vetëm kur është trend. Ndiqe. Fjalët ndiqi me veprime, edhe veprimet ndiqi me veprime të tjera. Sepse këto janë tema, nuk është se u vra një filan, edhe duhet gjetur vrasësi, kur gjetet vrasësi do gjykohet, do ndalohet. Këto janë fenomene sociale që kanë shoqëruar njerëzimin gjatë gjithë kohës. Edhe është detyrë e çdo individi që minimumi që duhet ta bëjnë gjithë për individin është suportimi, kurse për personat që kthehemi prapë te pika e parë, pastaj për personat që janë të implikuar duhet të japin atë sway. E kupton, do të jenë lokomotiva që të tërheqin gjithë peshën, shohin që unë e nisa këtë, unë mendoj se kjo është drejt për X, Y, Z. Për këto arsye, ne duhet të sensibilizohemi të gjithë për këtë pjesë. Unë po e marr lugën i pari, juve më bani njësa nga mbrapa. Normal. Kupton? Normal. Ja ke vu pikat mbi ime këtë që the. Tani, si e shpresojmë domethënë që të kenë një kontinuitet ose një vazhdimsi, flasim shqip, sa bëjmë ne si të opinioni. Sentence, e thoshte Arthur Zej. Këto sentencat, nuk do të fjali. Kështu. Ai pra thjesht tani të shpresojmë domethënë që mund të kemi edhe një kontribut sa do minimal, po me mendimet tona pa filtra. Shpresojmë më të mirë gjithsesi. Hajde pra, ciao.